Gjatë një bisede me Stenaldo, Luizelli është shprehur se unë 38 vjeç u bëra baba, 37 vjeç i kisha humbur shpresat. Thoja që nuk do kem kur familje, nuk do jem kur shembull i fëmijës tim, por u mësova dhe nisa ta vuaj shumë. Kam jetuar vetëm dhe vetmia është gjëja më e tmerrshme në botë, po u mësova asgjë nuk të prek më. Në vetmi ti kalon gjithçka, kam tentuar t'i jap fund jetës. Është shumë e rëndë. Po e kalove këtë fazë, kthehesh te faza që bëhesh i akut. Thua, kur nuk janë ndjen botës për mua, përse të ma ndjej mua? Aty pastaj, ti ke rrugën më të rëndësishme dhe thua, çfarë do të bëj tani? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.